Qa, ka arrestuar në një spaku para zgjedhjeve, mësoni një që ka arrestuar. Asnjë. Kanë nisur procedime penale për ata që kanë denoncuar hajdutët e votave dhe nuk kanë nisur procedime penale për hajdutët e votave. Për hajdutët elektoral, për terroristët elektoral pra. Ore, jemi qytetarë, ose jam antar partie, ore. Unë dua të votoj lirë, o zotri, dua vota ime, mos të diktohet nga terroristët elektoral. Kjo është ajo që dua. Dhe unë, kushdo tjetër, do të jetoj në këtë vend i lirë. Do të jetoj në këtë vend që do vetë a hedh votën i lirë, i pa diktuar, mor. Kjo është ajo. Kurse për vete time, mos më ka bezdisje ri, mor, e kupton. Po unë flas për qindra mira të tjerë që i bezdisin, mor. I bezdisin në mënyra, në presione psikologjike të jashtëzakonshme, mor. Ai palacio terroristi elektoral, Vullnet Sinas, ai është një terrorist elektoral, ai i helmon qytetarët shqiptarë me salmonel, me big marketet e ti, pastaj u merr dhe votat, u çon dhe pakot 3 muaj, 2 muaj para, pastaj u merr dhe votat, me blen votat me skadencat e ti, me ushqimet e skaduara të big marketit. Ja, ky është terrorizëm elektoral. Ky është terrorizëm elektoral, pra. Avokat, me këtë që ju thatë, 2030-a do të na zërë me problemet e 90-ës, sepse zgjedhjet e rallës 2029-ën, por Partia Demokratike edhe opozita, a nuk e dinte këtë që ju thatë që nuk, edhe ata vetë kanë deklaruar që nuk shkohet në zgjedhje me Edi Ramën, por nuk ndërtuan as SMV për mbrojtjen e votës? I nderuar, unë nuk mund të prononcojmë politikisht çfarë do bëj, më fal, opozita, Partia Demokratike e kështu me radhë. Unë jam avokat. Dhe unë konstatoj, jam njeri që lëviz të teren, unë konstatoj krime zgjedhore dhe unë për këtë po të flas. Krime zgjedhore që unë po të them, janë krime që unë i denoncoj publikisht si unë e shumë të tjerë. Partit politike, nëse do të pranojnë këtë situatë me terrorist elektoral në gjiro, le ta pranojnë, por nuk është ky shteti së drejtës dhe shteti demokratik që ti kërkon të ndërtosh dhe votën e të garantosh votën e lirë qytetarëve. Sepse ne presupozojmë që kemi hapur, do shkojmë në BE, do hapim ato kapitull të kështu me radhë. Po si mund të hapësh kapitull ti me terrorist elektoral, me zgjedhje në kushte terrori? Si mundet t'i hapësh? Kjo është ajo që dua të them. Sepse problemet këtu, ore, diti që kanë marrë njerëzit nga Greqia, DL-ja ka dështuar, sepse kanë shkuar njerëzit në zyrat e DL-s ka tërhequr nga 1000 zarfe. Terroristët elektoral nuk kanë qenë vetëm në Shqipëri, ka qenë edhe në Greqi dhe në vendet tjera të BE-s, sepse DL-ja u kompromentua, sepse pushteti Edi Ramës kompromentoi me Gonigali, bleu me Gonigali, jo më drejtuesit e DL-s, dhe çfarë bënin? Merrnin na 1000 zarfe, i mbushin, i plotsonin dhe i qonin përsëri te DL-ja. Kështu ka vepruar pra. Prandaj them, është alarmante situata e Shqipërisë. Dhe njerëzve nuk u ka shkuar, më kanë marrë mua qindra njerëz. Avokat, ne nuk na ka ardhur, jemi regjistruar, jemi bërë, nuk na ka ardhur zarfi. Nuk na ka ardhur zarfi toshi, po zarfet kanë shkuar. Dhe te DL-ja ke shkuar ti, ke marrë zarfin e 100 vetave dhe ke firmosur, ke ashtu dhe ke lënë përsëri te DL-ja. Ja, kështu ka vepruar pra. Ky është krim, më është krim zgjedhor. Avokat, për ta mbyllur, kam një pyetje të fundit. Pjesa e parë është kjo që ju thatë, konstatimi. Pjesa e dytë është njohja nga ndërkombëtarët. Si mendoni që do të jetë reagimi i tyre në raport me këto konstatime që ju bët? Unë kam bindjen, nëse ndërkombëtarët nuk do t'i njohin. Nëse ndërkombëtarët do njohin këto zgjedhje, këtë radhë, që kanë qenë në kushte terrori psikologjik, e theksoj, ata janë palacio më keq, janë më terrorist nga këta terroristët në Shqipëri. Nëse kryeministra dhe Europa, pra Brukseli, do njohi zgjedhjet në Shqipëri këtë radhë, unë mendoj që ata janë bërë pjesë, por legalizojnë terroristët e blerjes së votave. Ka që them unë për këta europianët. Unë jam i bindur që Shtetet e Bashkuara nuk kanë për të njohur këto zgjedhje. Ambasada nuk është më jurikim këtu, se do kishte dalë tani, do kishte njohur zgjedhje, do thoshe ishte të lira të ndeshme, kishte një problem, po do ja zgjidhim 2029-ën e kështu me radhë. Unë mendoj që nëse
Europa do njohë zgjedhjet, ajo bëhet bashkëpunëtore e terroristëve zgjedhor që ka shkatëruar procesin e zgjedhjeve dhe votimeve në Shqipëri. Kaq kam për ata. Unë dëshiroj që kjo që po them unë mos të ndodhi, që ata të njohin këto zgjedhje. Unë mendoj që Europa duhet të japi një mësim të mirë Shqipërisë, t'i thotë, përsërisin zgjedhjet derisa të bëjnë zgjedhje të rregullta. Kaq. Nuk ka rëndësi kush i fiton për mua. Për mua duhet të përsëriten. Nuk ka rëndësi rezultati, se fiton opozita apo ajo. Duhet të kthehen që shqiptarët të mësojnë mos të vjedhin në votën, mos të kërcënojnë më, mos të shantazhojnë më qytetarët për bukën e gojës, për një leje ndërtimi, për një leje për kasollën e Kafshës, për një mur, e për një solet, e për një vend pune. Absolutisht jo. Duhet të votojnë të lirë. Avokat, faleminderit për kohën dhe që ishit i drejt për drejt. Faleminderit, ju përshëndes.